Përshëndetje të gjithëve. Një recetë ndryshe do përgatisim ditën e sotme. Është plot ngjyra dhe shije. Është salcë me panxar, gjizë dhe disa përbërës të tjerë. Vetëm për 5 minuta e kemi gati. Fillojmë nga puna. Në një grirës perimesh do shtojmë të gjithë përbërësit. Këtu kam një tufë me majdanoz, kam pastruar 4-5 telpinj udhër. Këtu kam zier 3 panxar. I krim në pjesë të vogla dhe i vendosim në grirës. Shtojmë diku te 300 ose 400 gram me gjizë. Arrim një lugë, vazhdojmë të shtojmë krip, më pak se një lugë çaj krip, pasi gjiza nuk përmban krip, shtojmë piper të zi. Do ta bëj pak pikante duke i shtuar fara speci djegës, por nëse nuk e dëshironi djegësen, atëherë e reduktoni. Shtojmë 2-3 lugë të gjellës me vaj ulliri, një lugë me tahini. Tahini është kjo salca që përgatitet me susam të pjekur dhe është tepër i shëndetshëm. Mund ta përgatisni edhe vetë tahinin. I miksojmë në grirës. Natyrisht që kërkon durim duke i pulsuar me shkëputje dhe duke i ngacmuar her pas here përbërësit brenda në grirës. Sërish të vendosim kapakun, pulsojmë sërish. Do shikojmë edhe konsistencën nëse është e fortë, atëherë duhet i shtojmë 2-3 lugë të gjellës me kos. Pak nga pak salsa po merr trajtën e duhur. Dhe të gjithë përbërësit po shndrohen në krem. Megjithatë është pak e thatë, ndaj unë do t'i shtoj 2 lugë të gjellës me kos. Sërish i përziejmë. Dhe vetëm për 5 minuta e kemi gati. Vendosim një pjesë në pjatë, duke i shtuar sërish vaj ulliri dhe disa fara speci djegës. Është një salcë që mund të përdoret në tavolina festive, por edhe në përditshmëri. Është shoqëruese shumë e mirë, edhe e mishit edhe e peshkut, por mua më pëlqen ta konsumoj edhe duke ngjyrë bukën. Është një bukë integrale dhe shijon shumë. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Nëse ju pëlqeu receta, atëherë komentoni dhe më shkruani si i përgatisni ju salca të ndryshme. Ju falenderoj që më ndiqni.